Kur fëmijëria shtrihet në kaldrëm, fotojat që thyen shpirtin pa thënë asnjë fjalë. Ka fotografi që nuk kërkojnë koment, sepse vetë ekzistenca e tyre është një akuzë. Kjo është një prej tyre. Në një copë rrugë, mbi një batanie të hollë, dy fëmijë gjenden aty ku nuk duhet të ishte kur fëmijëria, në tokë, në mëshirë të rastit, në hijen e një çadre që nuk mbron dot nga padrejtësia. Njëri i shtrirë, tjetra ulur, me një gest që duket më i madh se mosha e saj, sikur po përpiqet ta mbajë lart botën me aq sa ka në dorë. Kjo sken nuk të godet vetëm në sy. Të godet në ndërgjegje. Sepse fëmijët nuk duhet të mësojnë kaq herët çfarë do të thotë rruga. Nuk duhet të mësojnë kaq herët çfarë do të thotë lodhja, ekspozimi, pasiguria, nevoja. Nuk duhet të rrinë në tokë, ndërsa bota kalon pranë tyre sikur kjo të ishte pamje e zakonshme. Dhe pikërisht këtu nis tragjedia më e madhe, kur e jashtëzakonshmja e dhimbshme fillon e duket normale. Një vajzë e vogël me këmbët zbathur mbi batanie mban çadrën si të ishte detyra e saj. Por nuk është. Nuk duhet të jetë. Asgjë nga kjo nuk duhet të jetë barë fëmijë. Fëmia duhet të mbajë lodra, jo peshën e mbijetesës. Duhet të mbajë libra, jo anktin e një dite që nuk dihet si mbaron. Duhet të mbajë dorën e dikujt që e mbron, jo të jap vetë pamjen e një kujdestareje të vogël mes rrugës. Pranë saj, një tjetër trup i vogël i shtrirë mbi batanie e bën këtë pamje edhe më të rëndë. Sepse aty nuk sheh thjesht varfëri materiale. Sheh rrëzimin e një rendi moral. Sheh një shoqëri që në shumë raste di të flasë gjatë për vlera, për familje, për të ardhmen, për kombin, por që shpesh nuk ndalet mjaftueshëm përballë fëmijës konkret, atij që ka përfunduar në rrugë. Atij që sot nuk ka as hapësirën minimale të dinjitetit. Muri pas tyre është i ftohtë, i zverdhur, pa shpirt. Dhe në një farë mënyre, ai mur bëhet metafora më e saktë e heshtjes son. Sepse shoqëria shumë herë i sheh këto pamje si sfond, jo si alarm. Kalon pranë tyre, ndoshta hedh një vështrim, ndoshta jep një monedhë, ndoshta pshertin për një çast, por rrallë ndalet të pyes pyetjen e vërtetë, si është e mundur që fëmijëria të përfundojë këtu? Kjo foto nuk është vetëm e dhimbshme. Është turpëruese për çdo sistem që e lejon. Për çdo institucion që flet për mbrojtje sociale, por nuk arrin t'i nxjerrë fëmijët nga rruga. Për çdo politik që prodhon statistika, por jo siguri. Për çdo shoqëri që është mësuar aq shumë me padrejtësinë, sa rrezikon të mos tronditet më. Dhe ndoshta kjo është frika më e madhe, jo vetëm që ekziston kjo pamje, por që një ditë mund të mos na dhem sa duhet. Që mund të kalojmë pranë saj me indiferencë. Që mund ta shohim si diçka që ndodh. Jo. Nuk duhet të ndodh. Nuk duhet të pranohet. Nuk duhet të zbutet me fjalë. Sepse sa herë një fëmijë gjendet në rrugë, nuk kemi përballë vetëm një histori personale të rëndë. Kemi përballë dështimin e një zinxhiri të tërë, familjar, social, institucional, shtetëror. Dhe sa herë një vajzë e vogël detyrohet të duket si mbrojtëse e një tjetri, ndërsa vetë ka nevojë për mbrojtje, kemi hyrë në një territor ku varfëria nuk është më vetëm gjendje ekonomike. Është plagë morale. Kjo foto të dhembë sepse nuk tregon thjesht mungesë. Tregon brishtësi të lënë vetëm. Tregon pafajësi të ekspozuar. Tregon një moshë që duhet të ishte e mbushur me lojë, por që këtu është zëvendësuar me qendresë të heshtur. Dhe në fund mbetet një pyetje që nuk duhet mbyllur kurrë me rehati. Çfarë shoqërie jemi ne, nëse fëmijët tanë mund të përfundojnë në kaldrëm, në një çadër, ndërsa bota vazhdon rrugën sikur asgjë të mos ketë ndodhur?